Edhe sot mashtruesi para nesh me mashtrim ideal. Dhe për të tregoj që na mashtoi forci para pak të rash kriminalisë. Fjalorin zoti Haradinaj. Ju lutem, mashtrimi nuk është fyrje. Sot ndodhen një mashtrim këtë fjalë. Ndodhen një mashtrim në këtë foltore e po duhet me demasku këtë mashtrim në mënyrë më të keqe të mundshme. Negoni çka bëhet këtu. Negoni mirë çka bëhet. Po financohen mediat me thash. Ky shpenzon më shumë ti pare duke ushqyer zagar me fysh shqiptarët. Ju lutem regjia janë. Me fysh shqiptarët, me fysh shqiptarët. Ky shpenzon pare, me pare partizë. Kur deputeti ose antari i qeverisë përdor gjuhë parlamentare me sjelljen e tij pengon zhvillimin e seancës plenare ose cenon rregullin e seancës, kryesuesi i seancës plenare jep vërejtje duke deklaruar se është duke përdorur gjuhë jo parlamentare. Zoti Haradinaj, ju lutem ulu në vendin tuaj. Ju kërkoj që të uleni në vendin tuaj, po përdorni gjuhë jo parlamentare. Ju lutem që të uleni në vendin tuaj, zoti Haradinaj. Kërkoj nga deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës që të mos e pengojnë fjalën e ministrës. Mos ndodh mu qupa ta jep fjalën, se merr. Ullun vend, deputet, lutem. Ullun vend. Ullun vend se nuk e merr fjallën pa ta jep fjallën. Kjo punë o kry. Lexoj rregulloren e punës Kuvendit dhe e sheh se kush është përgjegjës për me dhënë fjallë në Kuvendin e Kosovës. Ulluni në vend, kur ta jap fjallën e merrni fjallën. Për ndryshe nuk i me marr fjallën. Dhe nuk ka kjo të bëj as pak me inate. As pak nuk ka të bëj me inate. Por me respekt të institucionit, duhesh më mësu me respektu institucionin. Faleminderit zonja kryetare, gjithë e dim që je ajo e takon detyra dhe përgjegjësia sa i përket interpretimit rregullorës punës Kuvendit, po zonja kryetare mos e bë praktik të lutem, nëse një deputet e di që ka të drejtën e vet. Bos rregulloreve me pas replikur i përmenet emri, ja ke përmen emrin zonja ministre, ju ke referue zotit Ferhat Shala. Kthe edhe këqyre. Po pe te kalojmë këto, po mos bot ky presedan e mos bot praktik, se pastaj nuk kemi mbarvajtje të mirë të punës të Kuvendit. E nuk është arsyeshme. Asnjëherë nuk do t'ju mohohet e drejta fjalës. Atë ja jep rregulloria e Kuvendit. Por të lutem që të respektoni edhe përgjegjësitë e mia si kryetare e Kuvendit në raport me seancën plenare.